Vlezër të nderuar, xhamatli të pranishëm, vazhdojmë të spjegojmë robërit e mëshiruesit në hijen e surës Furkan, e posaçërisht në ajetet e fundit, ku kemi spjeguar për cilësit e robërve të mëshiruesit, ku Allahu Azza wa Jall ndër cilësit e tyre i përmendi sa ata janë njerëz të cilët i praktikojnë urdhrat e Allahut dhe i bindën urdhave të Allahut, po ashtu dhe ata ndalohen nga ndalesat e Allahut, ku e përmendi walladhina la yad'una ma Allahi ilahan akhar, ata nuk i bëjnë rival, nuk i bëjnë shirk Allahut Azza wa Jall, wala yaqtuluna nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq, dhe nuk mbysin njeri pa të drejt, wala yaznun, as që bëjnë amoralitet. Mirë po pastaj tha Allahu Azza wa Jall, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan, fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat, wa kana Allahu ghafuran rahima, wa man taba wa amila salihan, fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Pasi i çeki këta ndalesat e mdhoja, e cila është rivaliteti apo shirku dhe vrasja pa të drejtë dhe amoraliteti, tha, pastaj tha Allahu Azza wa Jall, illa men tab, por pos atyre të cilët pendohen. Allahu Azza wa Jall po do të na tregon neve se këta robër të mëshiruesit, këta të cilët i ka dalluar Allahu Azza wa Jall, këta nuk janë superior. Këta njerëzit nuk janë të pagabueshëm. Këta njerëz nuk janë melek. Këta njerëz mundohen që ta adhurojnë Allahun Azza wa Jall, mirë po mundet që këta të binë edhe në gjunahe, të binë edhe në mëkate. E Allahu Azza wa Jall pi u thot se Allahu Subhanahu wa Taala i shumëfishon dënimin e atyre të cilët bëjnë mëkate dhe nuk pendohen. Mirë po, ata të cilët pendohen, Allahu Azza wa Jall është mëkatfalës, Allahu Azza wa Jall është i mëshirshëm, mëshira e tij ka kapluar gjithësinë, e tregon se ai i cili gabon dhe kthehet tek Allahu Azza wa Jall dhe pendohet, Allahu Subhanahu wa Taala ja fal mëkatet, ja zaventson në punë të mira dhe Allah është i mëshirshëm shumë dhe shumë fal. Për pendimin, aq Allahu Azza wa Jall i ka hap dyert e qiellit edhe tokës dhe e ka lënë këtë shpresë deri në ditën e Kiametit, derisa dielli të lind nga perëndimi dhe të perëndon nga lindja dhe derisa t'i vjen shpirti në gargara. Dhe tha, wa khuliqal insanu da'ifa, është kriju njeriu i dobët që gabon. Pastaj tha pejgamberi alayhi salatu wassalam një haditha, kullu bani Adem khata wa khairul khata'ina at-tawwabun. Çdo biri i Ademit është gabimtar. Pra nuk i ka veçuar Allahu Azza wa Jall as një njeri nga bita Ademit alayhi salatu wassalam. Kullu bani Adem, ka thonë, krejt bita Ademit, duke i përfshirë dhe pejgamberët dhe vlijat dhe njerëzit e mirë, për shkak se njeriu e ka veshën e tij, e ka egon, e ka epshin, e ka shejtanin, i ka disa gjëra të cilët eventualisht njeriu mund të gabon. Mirë po, është lënë dera qelë e pendimit. Dhe kjo e shpjegon shumë bukur ngjarjen e parë që e tregon Allahu Azza wa Jall në Kur'an, me kanë biseda dhe ngjarja mes Ademit a.s., melekëve dhe iblisit. Allahu Azza wa Jall i krijoi melekët, të cilët janë nga drita, të cilët nuk kanë epsh, të cilët nuk hajnë, nuk pinë, nuk kanë gjini dhe nuk gabojnë. Ata janë robër të cilët vazhdimisht i kryjnë urdhat e Allahut Azza wa Jall, janë në shërbimin e Allahut Subhanahu wa Taala. Pastaj e krijoi njeriu, Ademin a.s., i cili ka të mveshur shumë tipare që mund të jetë i dobët dhe të gabon, po ashtu i krijoi dhe xhinët që ishin në mesin e tyre dhe iblisi. E çka është dallimi i këtyre treve? Se Allahu Azza wa Jall kur i urdhoi melekët që të binë sejdë, të gjithë melekët ronë sejdë dhe nuk e thin urdhin e Allahut Azza wa Jall. Në atë moment ishte në mesin e tyre kush? Iblisi, i cili nuk ron sejdë, e thej urdhin e Allahut. E ishte në mesin e tyre dhe Ademi a.s., që nga cytja e ngroni atë pemën. Dhe në momentin që e ngroni pemën, e hangër pemën, atëherë u detyrua që të del nga xheneti.
Mirë po, çka ishte dallimi mes Iblisit dhe Ademit a.s. Ademi a.s. pasi që gaboj, çka boni? U pendu me njëherë. Fatalaqa min rabbihi kalimatin fataba alayh. I bëri disa lutje dhe u pendua Ademi a.s. dhe Allahu ja fali. Tha Rabbena zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Tha o Zoti jon, ne I kemi bërë padrejtësi vetit ton dhe kemi gabuar, nëse ti nuk na fal dhe nuk na mëshiron, do të jemi prej të humburve. Allahu Azza wa Jall ja pranoi lutjen Ademit a.s. Qetrën anë gaboi Iblisi, çka bën Iblisi? A bëri lutje që të pendohet ja. Tha endhirni ila yawmi yubathun. O Zot, ma afatzo mu deri kur? Deri në ditën e Kiametit. Çka me bot? Pendohet? Jo. Tha që unë të kem afat sa ma tepër ti devijoj bita Ademi dhe bëjt punë të këqija dhe të vazhdon gjunan dhe në mëkate dhe në rebelim dhe mos pendohet dhe u bo raxhim I mallkuar. I tha Allahu Azza wa Jall, dil ti dhe qofsh I mallkuar deri në ditën e Kiametit. Beksoj nën përfitojmë. Çka përfitojmë? Se njeriu mund të gabon, mirë po në momentin që pendohet, Allahu Azza wa Jall ja fal gjunahet dhe e bën prej robërve të ti të devotshëm. Është interesant se në këtë ajet thot Allahu Azza wa Jall, illa men tabe wa amana wa amila salihan. Ai I cili pendohet dhe beson Allahun Azza wa Jall fuqimisht, beson në falën e Allahut, thot fa ulaika yubaddilu Allahu sayyiatim hasanat. Ditën e Kiametit, thot Allahu Azza wa Jall e merr robën e tij dhe I thot janë ngren disa gjunahe që I ka bërë gjunahe të mëdha. Sa Allahu Azza wa Jall atë që ka mëshirën e madhe, nuk e pyet për gjunahet e mëdha. E pyet për disa gjunahe të vogla. I thot o biri I Ademit, a e ke bërë çeket? Po. Thot ta kum fal. A e ke bërë çeket? Po, ta kum fal. A e ke bërë çeket? A e ke bërë çeket? A e ke bërë çeket? Thot kur janë nis mja cekën të voglat, habite thot, o inshallah nuk kom vet për ato të mëdha. Inshallah nuk kom vet për ato të mëdha. Pastaj pasi që ja pit disa mëkate, I thot o biri Ademit, ti kum fal krejt këto gjunahe, jo vetëm se ti kum fal, po edhe gjunahet që ki pasën, ti kum shëndru punë të mira. Do më thonë, prej të këqia, ki bo gjunahe, ti kam fal ato gjunahet, edhe ti kam zavendësuar punë të mira. A ti shka thot robi, thot o Zot, I kam edhe dë gjunahe qere do të mëdha. Pse do të randoja Allah peshorën me punë të mira, kur e shem mëshirën e madhe që e ka Allahu Azza wa Jall. Për kanë, për ati cili pendohet, derisa tha pejgamberi alayhi salatu vesselam, e përshkrujti se Allahu gëzohet me robën e tij kur ai pendohet, thot si shembulli I një njeriut I cili në shkretir e pat një deve me veti, pajisjen, ushqimin, veshmbatjen, këti kishte shpresën atë deve. Në momentin që e zuri gjumi, I dol devja prej dore, I hiki devja. Dhe në ato momente e pa se nuk ka më shpres, a I cili e din dhe e ka pa, ndoshta shkretira e cila është e pa fund, nxehtësia vapa e madhe, nuk ka as trehim, as hije, e as uj, e as send për një shpres tjetës. Thot në ato momente, atë që I humbi shpresat krejt dhe pastaj u kthit e vendi ku I kishte hub devja, u ul, e kishte zonë gjumi një kotje vogël, I hapi syt dhe e pa deven e ti para durve. Dhe e kapi deven e ti për litare dhe tha nga gëzimi I madh. Çka tha? O Zot, ti e robi jem, unë jam Zoti jot. Dhe se thote, o Zot, ti e Zoti jem, nga gëzimi I madh se ti ish mëshirshëm, pasi që u pa shpresat e jetës, u kthi devja dhe e kapa me durët e mia, nga kjo, çka ishte kjo? Nga gëzimi I madh, thot I haroj fjalë, dhe se thot o Zot, ti e Zoti jam, unë jam robi jot, tha o Zot, ti e robi jam, unë jam Zoti jot. Tha pejgamberi alayhi salatu vesselam, Allahu gëzohet me robin më tepër se sa ki robi që është gëzu për devën e tij që e ka gjetë në ato kohë të vështira. Do thot Allahu Azza wa Jall e do falën. Për ata tha Allahu subhanahu wa taala, wa tubu ila Allahi jamian ayyuha almu'minuna la'allakum tuflihun.
dhe të gjithë ju o besimtar pendohuni te Allahu, që Allahu azza wa jall t'ja u falë gjunahët. Tha Allahu subhanahu wa taala, la taqnatu min rahmetillah, mos i hubni shpresat nga mëshira e Allahut azza wa jall. Pra me këtë nën kuptojmë se njeriu duhet të jetë në vazhdimsi në pendim dhe në falje. Ta shoqëron pendimi, ta shoqëron istighfari. Pse? Siç ka thoni dietar, po derisa duhet të pendohemi. Nëse njeri një herë gabon, pendohet. 2 herë gabon, kërkon falje, pendohet. Po nëse vazhdon prap, ka thonë, a kiti tesha që i vesh me veti po. Kur të bohen teshat e tuja pa la, çka ban? Ka thonë, i laj. E ka thonën, pse i lan? Për shkak se janë përlija, po. E sa herë që përli është i me gjunahe, sa herë që një losë është i me gjunahe, pendohu ashtu si që i lan teshat, la edhe shpirtin, la edhe zemrën, me pendim dhe istighfar. Kjo ka me qenë sikur që ti i lan teshat e tuja dhe i vesh përsëri, ata i kuros dhe i bën të reja. Kështu du tjetë. Po ashtu, pejgamberi alayhi salatu wassalam, i cili ishte njeriu që e kishte falë Allahu azza wa jall mëkatet e kaluara dhe mëkatet e ardhshme, as shumë u falte dhe bënte lutje dhe ibadet, dhe thoshte pejgamberi alayhi salatu wassalam, wallahi inni la astaghfirullaha wa atubu ilayhi fi yawmi aktharu min 100 marra. Unë në ditë, ka thonë, pasha Allahun dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, unë në ditë ma tepër se 100 herë tham astaghfirullah dhe tham wa atubu ilay, o Zot mi fal gjunahët. I cili ka pas gjunahët e falta. Për ata Abdullah ibn Abbas i thot deri në 12.000 herë në ditë thonte astaghfirullah wa atubu ilay. Pse? Thonte pejgamberi s'ka pas gjunahë dhe ka boe ka 100 herë në ditë, e une edhe ti edhe filoni kemi nevojë më tepër me boe istighfar dhe me boe tobe dhe pendim të Allahu. E njeri kur ban istighfar dhe kur ban pendim, pastrohet prej gjunaheve. E pastron shpirtin e tij, e pastron zemrën e tij, i pastron të gjithë gjymtyrat e tij. Derisa një dietar thot për këtë në lidhje me ajetin që Allahu azza wa jalla thot ata që pendohen dhe besojnë dhe bëjnë vepra të mira, Allahu ja zaventson atyre. Kanë thonë, një ja zaventson veprat e këqija në veprat e mira, edhe dyta ja zavendëson tiparët dhe gjestët të cilat i ka të këqija, ja zaventson në të mira. A e keni pa njeriu i cili shembull ka qenë njeri me alkohol dhe është pendu, apo njeri i cili ka qenë që ka lujt bigjoz dhe është pendu, apo njeri i cili ka bo zina dhe është pendu, dhe e ki pa ai i cili ka fillu një jetë trej me pendim, është ndryshu 100%, dhe kur e ka pa ndoshta ndonjë njeri, dhe kemi raste njerëzit tonë, në familjar tonë, shoqërinë tonë, e kemi pa një person në mënyrën, me momentin që është pendu, sikur se është ndryshu një njeri tjetër 180 çka. Nuk e kimo qatë njerë çka e ki pa ma herët. Është ndryshu total, do më thënë Allah azza wa jall ja ndryshon dhe cilësit ka e mira, dhe ja ndryshon gjunat dhe ja bën në sevape. E djetarë kanë thonë për pendimin që mësë me zgjatë dhe shumë, çka është pendim, kanë thonë do të mi përmbushën 3 kushte. Çka është kushti i parë? Kushti i parë është braktisja e gjunahit. Dukush thot jam pendu hoxho, ama hala shkon në bastore e lunë, ka një dorë e fuk njaft një herë, kur i ven parët. Kjo nuk o pendim, jam pendu, ama prap kur ka përcen, apo vesh një dorë tash shka ka këtu. Sa është pendim, kjo se kilon gjunahit. Jam pendu, ama dë njerë kërina me shok, prap ka njerë e pi ka një pif, e pi ka një raki, ka një bardakve, që është shumë. Sa është pendim kjo, dush të alosh e para braktisja e gjunahit. Pendim i sinqert është braktisja e gjunahit. Kushti i parë. Kushti i dytë është të ndish keq ardhe për atë gjuna. O Zot, po kërkoj falje që e kumbo se ka qenë një gjuna i madh, edhe të ndihesh keq që e ki bo atë gjuna. Jo të ndihesh mirë. Ka njeri thot jam pendu, si të hunxhet me një mexhlis, ka mes me filan femnën, e kam bo këtë punë, ku sham konë, unë me një vakt. Çka do me kallëzuti me këta? Mu lavdru me gjunat, çka i ki boha? E thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, Allahu kam ja fal gjunahçarve përveç ative el mujahirin, ata që i shfaqin gjunat e veta, që i tregojnë gjunat e veta. Ndoshta e ka boni gjunat dukun se ka pa, kurkush. Veç ai dhe Allahu. Ndoshta Allahu çati ka thonë, o rob, a e ma men me një vend i ki bo çat gjunahin çatëherë? Po. Apo s'ka po kurkush? Po, s'm ka po kurkush. Unë të kam po dhe është e regjistrume. Ama për shkak se Allah një emër e ka për ative si tir.
që mbulues, ja mbulon njeriu gjunahat, nuk ja tregon dhe thotë ç'tash ti kum falën. Ai dini rastin me Musa alayhis salam. Kur Musa alayhis salam hip me popullin e vet, 40 burra i zgjedh pi ative më të mirëve të bëjnë dua që të bjerë shi, dhe nuk bjen shi. Dhe Musa alayhis salam i ngri durë thotë: "O Zot, pse nuk po bjen shi?" Thotë se është një njeri që 40 vjet i bën gjuna Allahit. Që 40 vjet i bën gjuna Allahit. Nëse ai nuk del mesin e juve, seve pa ti nuk bje shi. E Musa a.s. i thot: "Ej, kush është për juve këtu, në dale, se sebepi ati personit nuk e shton Allah bereqet dhe shiun." Mirë pa i vend turp, shesh ta shohin këtë njerëzit për të dale që i ka bo gjuna Allah që 40 vjet, në mesin e njerëzit nuk dalohet, gjunahi nuk shkruan ballë. Çka ndodh? Në moment, thot, fillon me rashi, mirë pa askush nuk del. I ngrit dur, thot: "O Zot, ti thave se është një person që mban gjuna 40 vjet. Dhe tash më njëherë rashiu nuk u largu asnjënin mesin ton." Tha: "O Musa, ja fala se i ngriti dur, shkoj me një qash e mbuloj kokën e vet. Mos ta sheh kur kush." I ngriti dur, tha: "O Zot, 40 vjet ma kem sheh. 40 vjet nuk e di që jam të bëj gjuna kur kush veç ti. O Zot, tash mos më nënçmo para njerëzve, ma fal." Thot Allahu Azza wa Jall: "Ja fali pa e marr vesh askush aty." E i tha: "O Zot, a ma tregon kush ai?" Tha: "O Musa, 40 vjet e kum sheh, ashtaj do me ta kallëzua. 40 vjet kur kush nuk e ka ditë që i ban gjuna, e maj si u penduaj njeri, do me ta kallëzu gjunain." E thot Allahu Azza wa Jall: "Ja fal dini njerit, dini gjuna e ka bo, se ka pa kur kush." E ai rifi vjen e thot: "Unë me një ven jam konën çtu, e pa ta bo çështu një punë, edhe kallëzon lavdrot që kur kush se ka pa." E thot: "Ndoshta Allah e ka pas t'ja fal atë gjunain, mirë po kur ka nis krenohet, atëherë çka? Atëherë nuk ja fal, ndoshta bëhet sebeb çaj gjuna me shtin zjarm xhehenemi dhe me djegën." E dyta çka? Me ndik keq ardhje. Edhe e treta, mos më u kthin gjuna, me e dhon premtimin, besimin Zotit që nuk do të kthehena prap. Edhe e katërta kanë thonë dietarët, nëse është çështja mes njerit i ki duku i hak, i ki marr duku i borç, e ki tradhtu, e ki mashtru, ti e pendu me Allahun, ama nëse i ki marr hak, i ki hinder hak, i ki marr tokë, i ki marr pasuri, i ki bo diçka çka ati i ki bo shumë dëm, dush me ja kthi domin atij personit që kjo t'jete pendim i plot. Tjetra, pse njerëzit nuk pendohen? Pse njerëzit shemëll e shohin vetin që duhet mu pendue, po e shtin. Pse e shtin? Thot disa njerëzit mashtron me mëshirën e Allahut. Adhe sa Allahu fal. Allahu mëshiron. Allah e ka rahmetin e madh. E vërtet Allah e ka rahmetin e madh. Allahu mëshiron. Për kanë, për ata që pendohen. Për ata njëri thëtë pinte alkool në vendet arabe, një kohë të lashtë, edhe thonte: "Inna Allah e Ghafurur Rahim." Allah është mëkatfalës dhe pike. E një ditë njëri e ndëgjoj duke thonë këtë fjalë, edhe ja lexoj një ajet: "Nabbi ibadi anni ana al-Ghafurur Rahim." Para lajmëroj robërit e mi se unë jam mëkatfalës dhe i mëshirshëm. "Wa anna adhabi huwa al-adhabu al-alim." Edhe dënimi im është dënim i dhëmshëm. I mbet në fit. Allahu Azza wa Jall është shumë i mëshirshëm. Allahu Azza wa Jall rahmetin e ka shumë të madh, se gabon njeriu kthehet, momentin që kthehet dhe pendohet, Allahu Azza wa Jall ja fal atij personit. Ama ai i cili shpreson haj, kjo është mashtrim i shejtanit, që me afatëzue sa njerëzi kanë thonë: "Hajde me falu." Po dhe falna, pi nesër kam janë nisën. "Hajde me falu, qebe veç të asosi, fakultetin kam janë nisën mu falë." Ki dalë në penzi se jam shumë i zatë me punë, kur dalë në penzi more atona, të spit më në gjami më debon e vljarë. Vdes para se me dalë penzia e rifi. Ku me të puna atina? Sa njerëzi kanë vdek 3 pa u martu, e sa njerëzi kanë vdek pa e sos shkollën, e sa njerëzi kanë vdek pa dalë në penzion, e sa njerëzi kanë vdek pa u plak, e sa njerëzi kanë minu që ku të plakët dhe falet, ose dhe bëjt mund të mirë është paralizue, është smu dhe nuk ka mundësi qotë, dhe të bëjë adhurim dhe të bëjë ibadet. Shpresa e gjatë. E dukush qetëri vjen shejtani me një formul qetër, shka thot? Thot: "Abe ti qka s'ki bon, thot, ti qash gjuna e ki bo, ti nuk të lanë gjunat. Qa ki bo ti, qka e ban me këta? Me bo pesimist, se Zoti du më thonë ti nuk të falë. Jo be më konë që ka bo njeri nuk kalon gjunan si për faqet tokës. Nuk kalon asë një gjuna pa e bo e ka bo. Ke gjunat e tokës i ka bo. Ke gjunat që ka bohën. Në momentin që pendohet Allah Azza wa Jall,
Allahu subhanahu wa taala ja fal atij personi. Dhe për pengesave që nuk pendohen njerëzit, është dhe dukush mendje madhësia vetpëlqimi. Kur ti thuj dikujt ai pendobe, fillo të falësh, jo thotë unë kam zemrën e mirë, s'kam nevojë marr në xhami. Ato që vinë në xhami i kanë zemrat e smunta. Ato që vinë në xhami janë gjunaqar, vinë mi loj gjunat, unë s'kam bëku një farë gjunaj, unë s'kam nevojë marr të mu falë. A ka dhe një njerin si përfaqen e tokës pa gjunahe? Për ata Isa a.s. të regohet, kishte bo zina një grua dhe i kishte ardhur te Isa a.s. që të pastrohet. Dhe i kishin mbledhën për ta gurzue. Dhe Isa a.s. i kishte thonën, ju që doni me gurzue, ne të vinë ata që si kanë bo gjuna Allahut hiç. Ata që s'kanë bo gjuna ne ta gurzojnë. Asnjëri s'ka marr gur me gjyp, pse? Se kitë kanë pas gjuna. S'ka shansa njeri më konën pa gjunahe. Mirë po, a di ku gabimi? Me bo gjunahe dhe mos mu pendu, a me bo gjunahe dhe mu pendu, kjo do me thonë Allahu Azza wa Jalla ta ka dashur mirën në momentin që e pendu ti ka fal gjunahe. Pse? Edhe gabove prap pendohu, gabove prap pendohu, prap gabove prap pendohu, me dëgjetën vdekja apo melekul mauti duke qeni pendum. Nëse e kumboni gjuna, edhe jam pendu, para se me boat gjunahin, unë jam i pendum. Nëse më gjenë melekul mauti tash, do shta të jem ma i rahatshëm shpirtërisht se jam pendu të Allahu Azza wa Jalla. E për ata besimtari, do tjetë vazhdimsi shoqërimi i tij çka me pendim. Edhe një prej shumë trive që i pengon pendimi, shoqëria e keqe. I ka shok që pinë alkohol edhe i pinë alkohol. I ka shok që shkojnë për zinaja edhe i shkojnë për zinaja. I ka shok që shkojnë për kazino edhe i shkojnë për kazino. I ka shok që pinë alkohol edhe i pinë alkohol. I she shok që ata marrin drogën edhe i me marr drogën bashkë me ata. Nuk muj thot se e kam shoqnin, çashtu jena me një grup së ndana pi ative. Së nda është në xhehenem ki mu da. Edhe kimi rap i shmonit shumë. Yawma ya'uddu adh-dhalimu ala yadayhi, atë ditë do t'i kafshon thot dur në ditën e kiametit, ai personi edhe ka me thonë ja lejtani lem attakhidh fulanan khalila, asi kur mos ta kisha marrën çat personin për shok, laqad adallani ani dhikri ba'da idh ja'ani, ai më devjoi pasi që merr udhëzimi i Allahut, wa kana shaytanu lil insani khadhula, dhe shejtani ishte ai i cili e manipuloi dhe nënçmoi njeriu që të vazhdon gjunoha dhe të vazhdon mëkate dhe mos pendohet te Allahu Azza wa Jalla. Edhe e fundta e cila i ndalon disa për asaj, thot Allah e ka caktuar kader, unë më kon çështu. Unë jam kader çto me shtruar me pije. Unë çto e ka caktuar Allahu. E pse për atë tjetër e pasat caktuar, nëse ti nuk ishte nis pite shtëpia, të marrësh abdes dhe ta bësh një jetë dhe të vish ta falësh namazën e xhumohes, a çka është kjo puna? Allahu të kalon të lirë. Allahu të kalon të lirë. Hedejnahu sabila, imma shakiran wa imma kafura. Ne kemi lënë njerëzit dy rrugë kemi tregu. Rrugën e xhenetit dhe rrugën e xhehenemit. Për ata Allahu Azza wa Jalla na ka dërguar pejgamber, na ka treguar neve libra, na ka dërguar neve pejgamber dhe dietar për na shpjeguar rrugën e xhenetit dhe rrugën e xhehenemit dhe ti e zgjedh rrugën se ku do me shkuë. Ti e zgjedh rrugën. E çka shejtani i manipulon disa njerëz, do me thonë qka me përcaktime me kaderin. E lusim Allah në Azza wa Jall që Allahu subhanahu wa taala na i zbut zemrat tona, na mëshiron, na fal, të bëhemi prej atyre robërve të devotshëm, robë të cilët pendohen, që Allahu Azza wa Jall i don, që Allahu Azza wa Jall i mëshiron, që Allahu Azza wa Jall i fut në mëshirën e tij, et na i zbart zemrat tona, na i rrit imanin ton, na i ripërtrin imanin në zemrat tona, na ban rob të devotshëm, rob që është i kënaqur Allahu Azza wa Jall dhe të na merr shpirtin me pendim të sinqert që Allahu Azza wa Jall do të na mëshiron, do të na fal dhe do të na bën dobi në ditën e kiametit. Allahumma amin.